E ke fjallën për artistët e oborrit të bashkisë? Për artistët, jo më që i ka mbajtur afër për këtë lloj kategori. Ku do të dalësh? Më thuaj. Për ato, është folur, për artistët, shumë artistë, këngëtar, aktor, që janë mikluar nga kryetari i bashkisë Erion Veliaj. Njerëz i kanë punuar me Erionin brenda në institucion. Po. Njerëz i kanë punuar në institucion me Erion Veliaj, janë njerëz që sot, domethënë kur ajo gjë që ndodhi, sikur nuk e njihnin Erionin. Jo, ata e njohin shumë mirë Erionin, e din shumë mirë çfarë zemre ka, çfarë shpirti ka, sa punëtor është, sa inovator është. Dhe do të them vetëm dy fjalë. Mbase mund të shahem, mund të keq komentohem se nuk më intereson, nuk më prish shumë punë se çfarë nuk thuhet. Po ditë të vetëm dy fjalë, që nëse këtu do vi një njeri që do ta bëjë Tiranën ose do t'i japë Tiranës këtë lloj emri dhe këtë lloj imazhi që i ka dhënë ky njeri deri më sot, le të vi dhe të më bështyj mua në surat. E pe atë bashkinë tjetër të janë dhe i poshtë, atë. Ka? Të Erioni Sajt, e pe. Po, kaluan dhe një Erion tjetër. Erioni Sajt, po ajo bashkia çfarë? Mali me detin janë këta, pavarësisht se kanë emrin e njëjtë. S'ka lidhje fare, janë ata me ditën, ai Erioni atje është. Unë s'arrit ta kuptoj. Se ke pas edhe kolegë në Portokalli. Pak si kam me shpinë kodër të diellit, edhe unë aktor jam kolege, kam edhe unë ç'lidhje ka. Ti ke te kodra e Priftit, më duket. Po unë kam te kodra e Priftit, e kam kodër Kamës, po vëlla pse nuk kam dhe unë një shpinë kodër diellit. Edhe unë aktor jam. Jo po pse?